I kam 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam shpe. Sa delet edhe dhitjen ma të avancume se njerës. Po për dalim për tyne këto kanë avancu për anesh. Se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtorit që ka sot është i pa punëtorit. Se këtu ki përfitimet mojo. Se një punëtor me moj mujora i të hani pjesë. Ti hani edhat. Ne na rritni për lufta dhe do vdesim në për lufta. 5 Skënderbeu tek ne në luftara. Përshëndetje miqtë e mi nga unë Adeja. Sot ko marrë në fshatin Krylev me taku fermerin Ramush Cakulli, i cili kujdeset për mbi 200 dhi dhe dele. E sa është e vështirë puna ati? E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Bas Ramush, a e lov? Ja fort. Qësh më ka lënë? Mirë faleminderit. A lojmë të dritë prej qampe, beso. Ja vërës ki qka të dëshin ka. Ja, qështë bëllë shkaj, për qështë së më ka ndodhë me mjek. Shumë për të shtira e në belga, që e në këta të shorit? Shorit, ta dy e në belga, po... Qështë të s'me delë bëllë 1-4 i ke marrë? Po, dunë se për shkak e gërsira natyrore që ka, uj që... Po, do një normal këta. A përgan me që ka mirë, edhe pse veç po shijet, po, ma në detoje? Na, në katon, një në fshatit Krylev, mirë me blektëri, kemi dele, kemi dhi. I kam 115 tupa dhi, 30 tupa dele, 150 e edhe e kam shpe, keca që shtojnë. Kam edhe kindja të shpia, dikun një 30 tupa, me që të e na marë prej kohës, sidomos për mas luftës se kem, që me thonë, funksion këtë punë, jena duke mënur të arriti me numër në tyne. Po shkojnë amin zonë delet se janë hinë të këtë huja? Po, hinë, na bojnë të arorë, dhe një i rrugë. A po me si punëtore? Jo, me qëfar punëtore. Sa për të tuce, a për të shpesja. Na mojna vetën se dhemi po të punëtore. Se me kënë kujdesesh? Ha? Me kënë kujdesesh? Vetën. Veç vetë? Dhe vetën. Që sofa? Dajmë që dikun që minis atë vetës e vetën, jam vetën familor. A jetën edhe veta? Po. Kam vllazni në aty në animojnë ka pak, kam 2 vllazni këtu. Fmi, gru? Jo, jam e përmartuar. Ma pak të loshe. E pse? Ma pak të loshe për thu, me kom pa martuar? Po, ma pak të loshe. Po pse mërë po kënosë që është i martu? Nejse pak obligime ki po. Vëlloj, kilat na dëllin, thas, s'ki nevoj për punëtor si ki qëndë. Po. Po edhe po zërë me gjithë punëtor. Po dhe nuk janë ndershëm. Nuk punojnë punën ashtu si shduhet edhe nuk ki llogari. Se një punëtor me mujora i të hani pjesë. Ti hani edhat. A se ja beson punën si vetë, a? Po, krejt. A beson punëtorit? Ja, si vetë? nuk më nja beson. Se nuk është punëtori i punëtorit. Punëtorit që ka sot është i pa punëtorit. është i pa punëtorit, nuk është i punëtorit ai. E so deli ki so këse, qaj? 30 dele i kam. Me 30 kinë gjanë shpe. I kam 150 tupa dhi. Kam 150 edhe të shpia. Gjithë i so këtë kështë? Po, dikon goti në rrët 200 dolin. 200? Po, ka 250 tupa. Qatë njët, ja pas ke pojrën si puna? Po që shë, se ko përfitimet mira. Se dikon një edhe shkon me kilë, shkon këtu me kilogram. Kilogram e 5-6 euro. Është për kilogram. Ta sot ta maj shkon 20 kg merr 100 euro. So pa arrin me nxerr mujin me tu? Apo Po nxerr një rrugë? Na vitin llogaritim. Jo, ma shumë se një rrugë. Nxerr se këtu ki përfitimet mojo. Te plus kem subvencione të mira. Kështu kapital pas ke gjatë madh. Ja pas ke porin si puna? Po normal se çka punon kohë hajër. Kohë hajër, kohë bereqet, kohë shnet, kohë pasuri, gjithë. Çka ke arrit me ndreq, me rregullu me këtë punë? Jetën. Kena mirë mbojt vetën, edhe kena pasurinë, kena të mbyllur, nuk kena bo diçka ma tepër se që është e nevojshme, për shkak se nuk po i dihet situatës globale që po bëhet, edhe ma shumë po i mojna parët dikun ma të sigurta se sa të shtina dikun. Mirujt se mos po kris lufta ako, no? Po, pa mërë, a lufta është e krisës, da në luft jena të jetu. Në për lufta, në luft jena të jetu edhe Ne jena rritni për lufta dhe do vdesim në për lufta. 5 Skënderbeu tek ne jena në luftara. Edhe do të vdesim me gjenerata në për lufta, tash moj lufta globale, që në lufta globale cilat do të na përcjellin me vite, cilat i kena thujsen tu, po nuk do të thot diçka se kjo që po tuten për armës bërthamore, kjo nuk do të jetë shumë rrezik. Jo, se ka helmet.
Kontrazi kur kone kusin, kon ojri pa pastrum. Tash e kem ojrin e helmum, nuk të ndikon edhe shumë, por s'është për tani. Edhe ke lufta mire pas këto I sigurt ka kja? Qysh? I sigurt ka edhe me kri lufta, po thënë. Po, normal, që s'ki qka Që ba. shvi të ta? Po, qështë të një po se kanë edhe një këfar komunikimi. Se të gjonja du me thonë një, këta kanë komunikimin para njeriut. Se këto komunikojnë pa full. Na kena mundësin e të fullerit, bojna komunikimin, po nuk bojna zgjidhjen. Po për dallim për tyne, këto kanë avancu para nesh. Po të sa delet edhe dhitjen ma të avancume se njerës. Se njerës për shkak nuk kanë komunikim, nuk din me full, apo këtën, po komunikimin e bojnë me zveti, edhe kanë ma të shpejt, ma ta, se na që kemi. Ashtu ka jotave që lëshën kështë? Jo, ashtu ka jote, po këtu është hala e vllazni Llokët, po du me thonë, po hala nuk orë kuha për mi prit. Ati në hala një farë sezone, cila I kullohet më tej edhe një mujtë dikun, edhe nuk pritet. Jo, pas pasuri ka qa shumë, edhe me tukë edhe me... Jo, a shumë, po sa kem nevojshme. Po kalojmë pak edhe të dele, të regëm so kjo hargjime në tu. Nuk ka edhe shumë hargjime, se cilat hargjimet kushiman, mi edhe copa lëp dhe 100 copa delme, I subvencionon shteti. Me subvencionimin e shtetit, I më një abonë ushqimin e tyne. Sa po jap shteti? Po puni delin I dhi është 30 dhe 40 euro. Po jo shumë, po si normal janë atë. Plus e kem grunë, midhëm këtu, punojmë grunët, visrin, e me që punë mirë me. Halal të kuft, vëlla. Faleminderit. Faleminderit edhe ty, e sot marrim kohë ma shumë, ka lëf shmirë. Kofshë mirë atë. Mirëm një fermë deleve kemi. Sa copa I keni? Po janë rreth 300 krerë. Edhe në fund vitit apet thuj se ja vlen kur t'ja qesim I lopsit. Jari një kanë emigru shumë I sa pe fshati po edhe pe I qyteteve. Po I kisha thonë rnis se mos me ja kthy shpinën do thotë adhejot. Miqtë e mi, jemi me mentorin. Mentorin një djalë I ri, njëkohësisht edhe fermer. Mentor, kënaqësia jona, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që keni ardhur për vizitë, faleminderit. Kënaqësi. Kur e keni fillu? Po e kena fillu që 10 vite këtë veprëmtari. Po I ka 10 vite tepër që mirëm në këtë aspekt. Po, ju jeni një djalë I ri. Po. Cilindja e dëshira dhe vullneti që me u kujdes për krerët që I ki aty brenda. Po lindi pasi që në fshat veprëmtari tjera nuk janë, domethënë që nuk mujnë me vazhdu edhe nuk ka imponu kjo punë më mirë me tu. Po kujdesni bashkërisht me familja, po të ndihmon me dikush? prind edhe vllau, ndërkohë kur ka kohë të lirë. Po, por që punën më të madhe kryesore e bën mentori. Po, normalisht. Po. Ç'është është me u kujdes për këto krerë, për këto fryma që I ki brenda Po, shtabas? ka angazhim, ka vështirësi, por kur ki vullnet edhe ja del më lehtë, do thotë. Ç'është një ditë e juve, si e filloni? Puna fillon herën në mëngjes dhe ka në pjesë ndryshme ditës që do të më mirë më kujdes për këto krerë. Sa copa I keni gjithsej? Po janë 15 krerë janë në fermë këtu. Cili u ka numri më I madh që e keni pas? Po besoj tash shumicën Po edhe. deri 20 sa I tash keshit? gjatë sezonit zerës, po tani para fillimit dimrit I kena shit. Dhe nuk janë shtollë në fermë.